prapë thëmë nështë foje është tonë që për fat kesh nuk di mu nis me kohë, e kur nuk di mu nis me kohë është shumë normale, pas ne edhe vonesat. E jam për njerëzve që kështu edhe mrena shoqënisë kogja kanë ankesa për punën e kësaj vonesës edhe kuptoj edhe po munduna më përmirësu për fat kesh. Që unë për shembull me ty e lash më ardh në orën 1, erdha 1:30. O, tamam aro. A, të edhe të vanua. Që ta vëthëm puna që na kur që është ata që vonuan kretë si njëjtë e kanë mirë se tani prapë vinë njëti kod, njëti vakë. Vallaj. Po mirë, edhe tash në përgjithësi njerëzit të kemi edhe disa shokë që janë shumë të vashëm është një shoki joni, një ti Munir Basha, një Jeton Svirca. Me këta me lonë 6 në 8 që është linë të kemi versa Në koje. Koje, atëherë versa kemi më rri. Kështu që janë disa për njerëzit që njohemi që edhe nështë edhe ma kalojnë bile për vonesa, po edhe në përgjithësi, qka ku më vrejt edhe qka më bëreng kështu kur vonuna është puna që një farë mënyre, nështë ta është edhe një farë lloj mungese e respektit kohës tjetrit. E kjo po vjen shumë keq kur po vonuna, po nuk po di, nështë ta ves, nështë ta po dikur. Edhe kur thojnë vezvesi që piqet, vështirë hiqet, me gjas më ka pje kjo vezvesi keq. Bashkë unë e kom një dikon, tash kush e ka thonë këtë thonje, pe këtyne shkencëtarët mëdhaj, po mos ta ngatrojmë, ata që banon janë më të suksesshëm. Po tash dikon duhet me gjetë ngushëllimin. Na dikon duhet me gjetë ngushëllimin, se edhe këto pa ta po dhonja, pa ta bo shirë të na grupeve shoqënjohës të me thonë, nuk ka të bëj kur që kje po është qështu që apë edhe së të dime të bëj qështu. E për fat keq po, ani nuk i dijet, nështë ta edhe ka një farë sekreti kështu të suksesit kjo punë e vonesave.